Largimi nga vendi i aksidentit është një vepër e rëndë dhe ndëshkohet sipas kodit penal dhe kodit rrugor. Dënimet varen nga pasojat e aksidentit dhe rrethanat e largimit. 1. Nëse aksidenti shkakton vetëm dëme materiale, kodi rrugor i Shqipërisë, neni 153, gjobë nga 10.000 deri në 40.000 lekë, heqje e patentës nga 6 muaj deri në 1 vit. Nëse nuk raportohet aksidenti ose nuk shkëmbehen informacionet me palët e tjera, personi mund të përballet me dënime shtesë administrative. 2. Nëse aksidenti shkakton të lënduar, kodi penal, neni 273, nëse drejtuesi largohet nga vendi i aksidentit pa dhënë ndihmë ose pa njoftuar autoritetet, ai dënohet me gjobë ose burgim deri në 1 vit. Nëse personi i aksidentuar ka nevojë për ndihmë të menjëhershme dhe drejtuesi i mjetit largohet pa dhënë ndihmë, dënimi mund të jetë burgim deri në 3 vjet. 3. Nëse aksidenti shkakton vdekjen e dikujt, kodi penal, neni 273-290, nëse drejtuesi i automjetit largohet nga vendi i aksidentit ku ka viktima, dënimi është 3 deri në 10 vjet burg. Nëse aksidenti është shkaktuar nga shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit, dënimi mund të jetë edhe deri në 15 vjet burg. Pse largimi nga vendi i aksidentit e rëndon situatën? Largimi mund të konsiderohet si mosdhënie ndihmë dhe shmangje nga përgjegjësia, duke sjellë pasoja më të rënda për drejtuesin e mjetit. Çfarë duhet të bësh nëse aksidenti ka ndodhur? Ndalo menjëherë dhe siguro vendin e aksidentit, ndihmo të lënduarit dhe njofto policinë 129 ose ambulancën 127. Shkëmbe informacionet me palët e përfshira dhe bëj foto të vendit të ngjarjes. Nëse largohesh nga paniku ose frika, më e mira është të paraqitesh menjëherë në polici për të shmangur dënime më të rënda. Nëse ke një rast specifik që të shqetëson, mund ta diskutojmë më hollësisht.